Prandaj po mendoj që na kemi çfarë të smeti kemi qenë çast përgjegjshëm sa që e kemi rujt pozitën tonë, e kemi rujt bashkëlojtarët, e kemi rujt trenerin, ndihmës trenerit, domethënë kemi qenë si familje, kurse tash unë shoh, nuk është që po themi këtu, pardon çfarë atmosfere ka pas zhveshtore në kohën tonë. Tani i kin vokmena, telefona, as tung as kur gjë, hin dalin kryen punën e vet. Nuk ka aty s'mundet me pas rezultat. Ndoshta se po ndërlidhna pak ndoshta edhe pjesa më e mirë e periudhës kur kemi qenë lojtar ka qenë zhveshtoria. Domethënë se kemi qenë aq të lidhën komunikimi jo vetëm në stërvitje edhe aty në zhveshtore. Ne Edin edhe Valentini na kemi dalë edhe pas stërvitjes bashkë, kemi shoqëruar shumë, prandaj edhe na ka mirë shoqënia edhe pas 15 viteve. Me të vërtetë domethënë kemi qenë aq të lidhur mes veti si lojtarë dhe si shoqëni, që unë tash nuk po e shoh te gjeneratat e sotit, nuk po e shoh secili është dikush në botën e vet, dikush është në Instagram, dikush është kënina të ndëgju muzikën, individualitet po tepër. A beson se a beson që te na përpara nuk ka pas si statistika online, më kyç me njerë mas lojës, kanë qenë në proces verbali, e ka marrë treneri ato, rrallë në kush ka dosh me këshyrë në i gabim, nësen kur dikush për lojtarëve se ka marrë me këshyrë sa piki kom shënu. Tash, ceni parë mas lojës e që shë statistikat, po atin do me thonë, mirë është, po jo veç kur i banë statistikat mirë mi postu, posta dhe kur t'i hubë 7-8 topa, dhe ato postu, se pjesë e jotja, apo da.